Nxënësit e shkollës së mesme ekonomike Kadrikusari në Gjakov të profilit teknologji ushqimore. Një pjesë të mësimit e zhvillojnë edhe në kabinetin i cili sipas mësimdhënësve i plotëson të gjitha kushtet praktike për të arritur rezultatet e planifikuara gjatë vitit shkollor. Profesori i kabinetit të teknologjisë ushqimore Dem Selimi tregoi se sa ka nxënës të interesuar në këtë drejtim. Kabineti i teknologjisë ushqimore është një kabinet që i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin e praktikës profesionale, ku nxënësit mbas teorisë që zhvillojnë në klasë, vinë dhe e zhvillojnë praktikën profesionale. Kabineti, si thash, i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin. Jemi të furnizuar shumë mirë me aparatura, që i kem pas më herët, por tani kohën e mërëm nga komunja kemi marrë disa aparatura të reja, siç është aparatura për akullore, aparatura për përgatitjen e picave dhe një nga shporeti që është ndër më modernit. Domethënë, nuk kemi mungesë të aparatura për zhvillimin e praktikës profesionale. Nxënësit janë të përgatitur për zhvillimin e praktikës, e kanë njohurinë nga teoria dhe e zhvillojnë praktikën siç po shihni edhe vetë këtu. Interesimi është i madh për teknologjinë ushqimore nga nxënësit, sidomos edhe vajzat, ku nxënësit pas ta kryejnë shkollën e mesme, mund të punësohen në një repart të teknologjisë ushqimore, mund të hapin vetë në ndërmarrje dhe mund të vazhdojnë edhe studimet, sepse në Kosovë ka disa qytete që kanë drejtimin teknologji ushqimore dhe nesër të bëhen teknolog apo inxhinier, na zavancojnë neve dhe të fillojnë punën. Mes tjerash, Selimi tregoi se cilat janë ato produkte ushqimore, përgatitjen e të cilave e praktikojnë më shumë në këtë kabinet. Teknologjia ushqimore është një drejtim që ka shumë e folët. Kemi pemët dhe perimet, i kemi mishnat, kemi qumshet, kthen drithat dhe brumet. Si shpeshini këtu, nxënësit tonë i ka konservuar këto vitin 2024-2025, që 2 vjet janë konservuar dhe nuk kanë pas kurrë ndryshimi. Mund lirisht me thonë që janë ndoshta për ka kvaliteti edhe shumë ndërmarrje i lojnë ndaj, sepse janë bërë me shumë kujdes nga nxënësit dhe profesorat. Po ashtu dhe nxënësja Elsa Veseli tregoi se cilat produkte preferon ti përgatis me shumë në kabinet. Këtu jemi në kabinetin e teknologjisë ushqimore, ku ky kabinet na mundëson për gatime dhe shumë gjëra të tjera të ndryshme që ne të ardhmen që mund të zgjedhim një biznes tonin që ne kemi shumë dëshirë. Kabineti i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin ton profesional, i cili një ndër ato është për të bërë ëmbëlsira që është pjesa ime më e preferuar dhe besoj që ja kam dalë mjaft mirë. Ndërkaq, kabineti i teknologjisë ushqimore në shkollën ekonomike Kadrikusari po dëshmon të jetë një hapësirë të jetë praktike dhe e nevojshme për përgatitjen profesionale të nxënësve.